Çfarë ndryshoi në këto 2 vite dhe a ka shpresë për një të ardhmen më të qëndrueshme, do të flasim sot ekskluzivisht me kryetarin e Zubin Botukut, zotin Izmir Xheçiri. Kjo pyetje më ka bërë nga ndërkombëtarët edhe nga faktorë të ndryshëm. Nuk kam nevojë unë fort që të kem. Në fakt, përderisa kanë qenë në veprim si për dihet, më thon kulmin i dha ndikimi aty në grupe ka qenë ekstremisht i fuqishëm. Unë kam pas një pyetje edhe nga stafit ndërkombëtar se pyetja ishte kjo. Mirë, po do të jem plëri edhe jo thash këto, që po them edhe këtu. Komunikim të jetë i kufizuar ndër etnik, ju, që shme thonë, me demonstruese, inspirative. Jo në silë si... Ju me gjipat zilë më badigota, këtore? Duhet besoj, po besoj kështu fuqishëm që nuk kanë me mujtë më të bojnë njëtë në gjohë.